Si të duk? Nuk mund me hodhë poshtë luftën. Kemi pas një kundërshtar shumë dinjitoz edhe me shumë kvalitet. Po. Por si do që tjetë, mendoj që u dasht atë penaltin ta shëndrojmë gol edhe aty ishte defekti kryesor i ndeshjes. Për ndryshe çdo gjë ishte treneri Silvinje kishte përgatit ndeshjen shumë mirë, megjithëse unë jam i dhëtar që prapë kishte luajtur prej fillimit Mirlin Daku, Ylber Ramadani, Ardian Ismaili, kishim e pas tjetër energji në lojë edhe tjetër dëshirë. Por si do që tjetë prapë një barazim me shumë luftë, sakrificë, edhe atmosfera ishte shumë e mirë dhe ato thirrjet ishin spektakulare në stadiumin e Air Albania, kështu që e shijuam ndeshjen. Artan, a ishte ky barazim rezultati asaj që arritëm ta shohim në fushë? Mendoj që barazimi nuk është rezultat real. Humbja së penaltis ka një defekt i jashtëzakonshëm, edhe mendoj që ky është një prej gabimeve të trajnerit Silvinjo. Në to ndeshje përgjithësinë duhet më jap dikujt i cili ka dëshmuar veten. Rejmonaj nuk ka një përvojë të jashtëzakonshme me kombëtarin. Broja me siguri kish me qenë shumë më i përgatitur, ka aty plot lojtarë tjerë që kanë përvojën edhe që kanë atë guximin e qëndrueshmërinë në këto momente. Ajo është ka dëshpëroj ishte pritshmëri më të mëdha për Hoxhin, kishim gjithë pritshmëri që ai të paktën do të shpërthen me një tej kalim me shpejtësinë e vet, nuk e boni. Rejmona për mua mendoj që ishte dështim total aktivizimin tim lojë, sidomos ato tendencat e tij me shpinë, me një lojtar i cili ishte paktën 20 cm më i gjatë që ky, edhe më i shpejt, që ke shumë interesant. Për ndryshe, pjesa tjetër, gojja kontrollune, befasi ishte shehu për mu, edhe për gjithë besoj që boni një lojtë mrekullueshme, mana ishte super nivel, për çudi edhe hysaj, se zakonisht se kemi pa në këtë nivel. Mendoj që aktivizimi i Dakut e boni një diferencë të vogël, prapë të paktën të rekte 2 të 3 lojtarë me veti, për dallim prej manajt që... Po,